Tërmeti 5.1 ball që goditet të shtunë në një pjesë të vendit ka krijuar panik tek banorët e Mirditës dhe Matit. Në fshatin Kthell, lëkundja ishte aq e fuqishme sa që ka dëmtuar disa ndërtesa si dhe shkollën. Ka prishur tavanin mbrenda dhe kanë luajtur lëvizjet e djegllave të gjitha. Tërmeti më i madh ka ndodhur sot. U friksuam shumë, kishim frikë. Edhe në Kurbnesh, si dhe në fshatin Ndrejaj, tërmeti shkaktoi plasëritje të mureve, si dhe shembje tavanesh. Koi ndim nga shteti me më rregullu nga shteti, mi fjalë shteta apo në dha gjomes, në dha prap ne do të jetojmë, se s'kemi që me bë. Ke dhoma prit s'ka plasëritje të mëdha. Ku ke dhoma prit s'ka edhe kjo ashtu, tjembullat e shtëpisë kanë lëvizë të gjitha. Familja e Mirash Lek Gegaj me 12 antar është më e dëmtuara nga tërmeti. Banesa e përbashkët është bërë e pabanueshme për shkak të dëmtimeve. Unë jetoj 2 familje këtu. Kam nanën dhe kunatën ka dhe jetima. Nim ekonomike, veç minim ekonomike jam edhe pensionin e nanës. Edhe pranin ka edhe shtëpia kështu. Tash në shteti din vet. Kjo është shini vet çfarë bëhet. Drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile, Shemsi Premçi, ka parë nga afër zonat e goditura nga tërmeti. Janë raportuar në bashkinë e Mirditës të dëmtuar rreth 7 banesa. Ka dëmtime në disa banesa në njësinë administrative të Lurës që i përket bashkisë së Peshkopisë. Janë dëmtime të pakonsiderueshme. Po kështu 5 banesa në bashkinë e Klosit dhe rreth 12 banesa në njësitë administrative të bashkisë Burrelit. Është fakt se ne disponojmë fondin e mjaftueshëm për t'i përballuar këto dëme. Plasëritje banesash ka patur edhe në bashkinë e Matit e atë të Klosit, pasi lëkundjet kanë qenë tepër të fuqishme. Epiqendra e tërmetit ishte në fshatin Kthell, 15 kilometra nën tokë. Lëkundjet e tij kanë qenë të forta dhe janë ndier në qytetet Shkodër, Lezhë, Burrel, Dibër, Klos, Tiranë, Krujë dhe Elbasan.